O hoxh, po mjekra kaq e madhe, thot, pse duhet? Se kohët e lashta nuk ka pasur, thot, berber. Si s'ka pas berber. Sa dush ka pas berbera. Shiko, brisku ka pas ekzistuar vazhdimisht. Pra, farktar ka pas qysh herët. Daudi a.s. ka qenë farktar. Marangoz ka pas qysh herët. Zekeria a.s. profeti i Zotit ka qenë marangoz. Po ashtu, për sa i përket berber, përmendet që Omeri, Zoti qoftë i kënaqur prej tij, halifja i dytë i besimtarëve, ka pasur një berber, pra që shkonte qethte ose mundruante kokën. Kështu që berberët kanë ekzistuar, por ne mjekrën nuk është se e lejmë se s'kemi berber. Por burrat Zoti i gjatësisë i ka krijuar që të kenë mjekër. Profetët e Zotit kanë pas mjekër, burrat e shtetit, po ti shohësh gjatë historisë kanë pas mjekra, edhe ne jemi burra dhe kemi mjekër.